Nga Tirana në Gjirokastër me pasionin dhe ëndrrën për të sjellë diçka autentike, kjo është historia e Bona Design, një dyqan i vogël por plot shpirt krijues, i hapur në zemër të zonës muzeale nga vetë krijuesja e tij Bona, me rrënjë nga Gjirokastra dhe dashuri të trashëguar për qytetin e prindërve të saj, ka lënë pas jetën në kryeqytet për t'u kthyer aty ku ndjen se i përket. Në punishtën e saj, çdo veshje dhe aksesor ka një histori, një detaj të veçantë, një frymë tradicionale të sjellë me finesë në kohët moderne. Në Gjirokastër ky është viti 5. Edhe që erdha vetëm për të sjellë diçka të re në vendin e prindërve të mi që jam me origjinë gjirokastrite. Prindërit mi janë gjirokastritë të dy. Do të sjellë diçka të re. Dhe mendoj se deri diku ja kam haritur, përderisa më vinë njerëz nga viti në vit të çuar nga të huajt, ka bler dikush një i huaj, ka shkruar për mua dhe vinë çuditërisht dhe të tjerët ka stile për të bler. Kjo më ka ndodhur se bëja dhe kapele, po pas edhe kapela ti hoqa me emrin tim. Më ka ndodhur me një djalë që donte kapele për babain, për sëri, sepse babai e kishte akoma kapelen time. Sepse po patet cilësinë, po patet diçka të veçantë. Mendoj që gjithmonë do jetë i suksesshëm. Të gjitha janë të veçanta sepse është mendja ime, dora ime, do të thënë është unike. Nëse merr diçka te unë, e ke ti në trup se ka dikush tjetër. Ajo pranon se Gjirokastra nuk është më si më parë, më pak jetë, më pak gjallëri, por është e vendosur të jap kontributin për t'i kthyer qytetit hijeshinë e dikurshme përmes artit, ngjyrave dhe punës së dorës. Nuk janë gjirokastritët që kanë qenë, se gjirokastritët që kanë qenë, Gjirokastra ka qenë vendi i dijes, i kulturës. Nuk janë ata që kanë qenë më vjen keq, janë shumë të pakët me kokra. Gjirokastra ka ndryshuar shumë. Televizioni, reklama shumë e madhe. Vërtet e Gjirokastra bin turista, por unë shikoj që nuk ekziston ajo kultura që ka qenë në Gjirokastër. Edhe më ndjej dhimbje për këtë gjë. Bona Design është më shumë se një dyqan, është një përpjekje për të ruajtur identitetin, për të rikthyer traditën në një gjuhë të re, tërheqëse, e gjallë dhe thellësisht personale. Bona ka realizuar disa sfilata në Greqi, Tiranë, Gjirokastër në logon e emrit të saj.